Fillojmë tani bisedën tonë të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje zoti Bashkim. Urdhroni. Dësha të flas në di fjalë sot në lidhje me kampin e djathtë për lëvizje që bëhen. Po? Dësha ta pyes publikisht zotin Astrit Patozi. Zoti Astrit, po të kishe kontribuar si që po bën tashti në fushatën elektorale, a do ta kishe këtë humbje të thellë Partia Demokratike? A do të gjeni vend ku do të futeni zoti Astrit nëse kundërta jote që fiton Basha? Si do t'ja shlyeni demokratëve që i keni halakatun e i keni gënjire mashtruar edhe vënë më në fund në bani edhe këtë gjëmën e zezë? Më vjen shumë keq për këtë që po bën zoti Patozi. Ju falemnderit, nëse më ndigjon, të korrigjoj. Faleminderit që sillni këtu pyetjet që keni për politikanin e mirënjohur. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Vazhdoj bisedën e këtij personi. Po, urdhroni, flisni. Demokratike e ka marrë misionin, megjithëse e kanë thonë dhe të tjerë, që më shumë se ka gënjy këtë popull, Partia Demokratike, që nuk la gjon pa shkull, nuk la pyll, nuk la lumë, nuk la gjon pa shkatërru. Edhe këta tjerë po i janë, po ato mos thonë që jemi ne shpëtimtarët e këtij populli. Edhe diçka tjetër të vogël, për këtë fjalën e re që ka dalë Vetingun që thonë këta. Po. Por ky Vetingu duhet filloj i pari se ne i dim shumë histori e gjoj, që nga kryeministri, që nga ish kryeministri, që janë këto të mëdhenj që i kanë komanduar këtë vend. Këta tash i duan me heq ato që janë çiksit pa fuqishëm, gjoja që ne po rregullojmë. E bëjnë për të rrejt, po ne i na mësuam me rrena sepse ne ka akoma njerëz, unë jam 70 vjeç, ne i na mësuam me sistemin e kalu. Domethënë që ishim vendi më i lumtur në botë. Tash i populli nuk i hap të gjona, po si do dalim nga kjo gjendje? Kjo është më e keqja, po flasim për breza, se unë për shembull jam pensionist, hiku puna ime, nuk do filloj të mendoj unë tash për jetën time. Ka marru po shoqëria, kemi nipër, kemi mbesa, kemi vëllezër, motra, edhe që si do po ne ta dinë shumë mirë, që nga kryeministri, sa ajo është më i madhi. Vitingu duhet filloj nga ato të parë, jo nga njerëzit që janë ta leprat e vegjël. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që sillni mendimet tuaja. Vazhdojmë të presim telefonatat, si gjithmonë numri i telefonit 0522 302 53. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Urdhroni, flisni. Mirëmëngjes. Po? Po i dashur. Ulni pak zërin e televizorit, që të mos ngatrohemi në bisedën tonë, urdhroni. Para disa kohë, zoti Rama. Po? Ulni pra zërin e televizorit, ju lutem. Zoti Rama deklaroi në Filiq se Basha fali 300 km katror dhe. Po? Tani i fali Basha këto, apo i fali Rama, se në epokën e Ramës doli prokuroria edhe bëri një deklarat se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk kishte ndonjë shkelje. Tani populli nuk është i qartë. Këto 300 km katrore i kemi apo si kemi, apo kanë fluturuar? Po? Njëkohësisht, po flisni. jemi për rastësinë e Pogradec. Po? Dhe nuk shikojmë piramidat që dukeshin dikur. Pra, shenjat kufitare piramidat janë zhdukur. Kjo gjë gjetën e andej nga Kakadhjeja, nga zona e jugut. Ministri Akodheli do të dali edhe me një listë konkrete edhe të sqaroj popullin se vija kufitare a është në vend apo na e kanë të kurrur këto kilometra katrore që na kanë lënë të parët. Po, një falenderoj dhe juve që sillni atë që keni, sikur të zbatonit atë kushtin teknik, mos dëgjonit veten në televizor, do të dëgjonim dhe më mirë bisedën tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Alo, Bashkim. Po. Përshëndetje. Urdhroni, ju lutem.
More ka kohë që kemi lajmëruar për këtë zonën e Selitës këtu, nga tregu ushqimor deri karburant Selita. Po? Çfarë ndodh aty? Edi Rama që ku ka qenë kryetar bashkie. Po çfarë ndodh aty? Cili është problemi? Edin edhe Pandeli Majko. Çfarë din? Cili është problemi? Nuk ka me tjetër më. Po çfarë din, ju lutem, cili është problemi? Ka kohën e zogut që nuk ka asfaltim, ndriçim, kanalizim. A duhet jetojnë këta njerëz? Pse ky diskriminim këtë lagje, çanëm? Apo pse kanë siguri që e fitojnë gjithmonë PS-n? Pra kur do të investohet në këtë zonë, është shqetësimi juaj këtë mëngjes. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Unë kisha një mendim që Vetingu Po? të filloje shepte nga Ili Meta, Po? nga ai presidenti që është Nishani. Pastaj vazhdoi dhe të gjitha shkallët, që mas shkallëve deri në fund, sepse këto peshqit e mëdhej, edhe politikanët e mëdhej e kanë hanë vendin gjithmonë. Dhe populata e ka ngel me gisht në gojë, as të drejtat e veta nuk i nxjerr dot. Pra ju thoni që Vetingu të filloj nga lartë. Vazhdojmë të presim telefonatat dhe pak telefonatat të tjera. Urdhroni. Si gjithmonë numri i telefonit është 0522 302 53. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Mirëmëngjes. Unë kisha për thonë një 2-3 mendimet e mia, Po? të cilën që dëgjojmë aty në televizor apo në medje, që Partia Demokratike se kërkon e sa për saj, po më them që Sali Berisha i ka marruar emisionit tia. Dhe tjetër, zoti bashkim, Po? Flisni. isha të thise për të gjitha politikatë e tjerë. Po, çfarë do thoshit për ta? Po, do të them dhe këtë, zoti bashkim, sepse kemi kaq vite, që mirë ne shqiptarës po heqim. Sepse këta ja shesin në kurën njeri tjetrit dhe thonë që atë kush nuk del që ka faj, thonë atë njeri deli pa fajshëm, zoti bashkim. Me gjithatë, mas ka të gazeta që flise për Vetingun, Po? dhe unë kam mendimin që Vetingu të filloj sa më shpejt dhe mundësisht të filloj nga ish kryeministri, i cili që i ka bërë një vepër të zezë 27 vjetë dhe deri tek më i fundit fare. Qartë. Sepse dhe tjetërën e fundit, zoti bashkim. Po, flisni pra, që t'i lëm kohë dhe të tjerëve, se dhe pak minuta kemi. Që ose bëj Shqipërinë shtet ligjor, po ndryshe ky dëgjoj vrim të futet. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni në nënvizimet tuaja. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Po? Unë desha të nxjerr një problem fare të thjeshtë. Është një kanal këtu në Kamës. Po, në Kamës, po? Është një rrugë që lidh kthesën e Bathorës me Zallherrin. Po? Dhe është një lemeri e vërtet, gjithë ujrat e zeza derdhen aty, dhe aty janë edhe 2 shkolla. Dhe nxënësit mund të marrin nga çast infekcione të ndryshme, ai duhet mbulur. Ky është një problem konkret dhe unë ju falenderoj. Ky është një problem konkret dhe unë ju falenderoj që sensibilizoni për një problem konkret që shqetëson komunitetin tuaj atje. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Alo, bashkim. Po. Po e këtu nga Durrësi, nga lagja numër 1. Po, urdhro. Dhe çfarë problemi do sillni? Flisni për zotin. Ose ke parasysh u ka qenë ajo çelga ose kemi në shtëpia kineze. Po? Është bua aty më të bashkimo. Miu gjallë, tja vrami në park aty, kupton apo jo? Pse është ambient i braktisur? Po, objekti gjatë i bajat. Me që frenë ato frenë ta që janë vendar takash aty. Po është të merë sish një anë asaj të trotuarit të bloku fare, kupton, rruga më e bukur që mund të ketë Durrësi.
Pra duhet ndërhyrë në këtë zonë në mënyrë që të kthehet higjiena të paktën. Po, vazhdojmë me të tjerat. 0522-302-53 është numri ynë i telefonit. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Është larguar ky qytetar. Kemi edhe pak minuta, pastaj do të kemi edhe një intervistë të rëndësishme në emisionin tonë. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, jemi drejt për drejt me publikun. Flisni, ju lutem. Tani, ju lutem, po flas kam fjeri. Po? Unë kam folë dhe një dy herë të tjera ku kam marrë za 24. Flisni pra. Quhem tu, mamo, kemi një problem të masë në si qytetar Fjerak. Po? Është një koç rrugëzima që ka arritur. Keni ngritur këtë problem. Nuk e doni president të klubit futbollit apo jo? Po, presidenti. Po, e qartë, është mos përsërisim të njëjtin muhabet që e tham një javë më parë apo jo. Vazhdojmë të shfrytëzojmë minutat për probleme të tjera, sepse ky problem është i evidentuar tashmë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Alo. Flisni pra. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Shika. Leni mund të nuk e leni herë qeverin që të punoj herë qeveria për demokratike, sa filloj, nuk saj herë që kjo bo mirë, për gjithë mund, sala të regon të përrallën parlament. Pra ta lëm qeverin të punoj, me sa kuptoj unë është... Leni më qeverin punoj. Ta lëm qeverin të punoj, është një shprehje që vjen her pas here nga qytetarët, po qeverin duhet ta vëmë në pozitë të punë dhe duhet ta gjykojmë edhe ne qytetarët, apo jo? Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni. Zvitana Marku jam edhe një herë. Po? Dëgjoni. Fola para disa kohësh në lidhje me personat që janë caktuar për parlamentin e ri. Po tjetë për të folur për më të vjetër e Sali Berisha. Këtu. Sa në lidhje me ata të tjerët. E para. Po? E dyta. Ka kaq vite që është, por unë nuk za emra në gojë. Unë kam punuar në Ministrinë e Mbrojtjes kur erdha nga internimi për shumë vite me radhë, dhe për çudi isha e vetmja që mua nuk më dha shtëpi. Pikërisht për arsyet dhe unë kam jetuar 2 vjet në rrugë. Po? Nuk do të flas, personi ishte nga Durrësi, por nuk do të emra në gojë. Ku është problemi që doni të ngrini këtë mëngjes? Ju lutem, ku është problemi që doni të ngrini këtë mëngjes? Pak më qartë. Më drejt për drejt, po. Do flasë e kemi diskutuar shumë vite më përpara në lidhje me korrupsionin e përndjekurve politik. Më kuptoni? Po, e qartë. Po. Dhe kur erdhi puna, nuk lash organun pa e diskutuar dhe pa edhe dosja mua më kthye në shtëpi. Komplet. Nuk kam lënë organ të shtetit, po ju them. Dhe pastaj unë e kam dorëzuar në një qendër të madhe antikorrupsioni ndërkombëtar. Se s'kisha rrugë tjetër. Më kupton? Qartë. Dhe kur luajnë të përndjekurit politik me djersën e tyre, të përzierë me pushtetin tonë, më kuptoni? Kjo s'ka ku të verna. Po ju them, mua në 95 më kanë shuar në Itali, nuk zë emrat, gjithësha shkallët e ministrisë, punoja gjithë ditën, dhe 20 vitin dorën nga mbrapa, nuk e them këtë që të tregoj se sa kam punuar unë, se rrëzosha dhe mos godisja trurin mbrapa. Po kur vjen puna, kam bajtur tek një, nuk po zë përsëri emra, as emrat që kanë, sepse... Po hapra pak më qartë, hallin që keni. Kur t'ju them vetëm këta, kur unë kam ikur nga ministria, mua ka hypur një motor, kam ikur shumë e smur, ka hypur motorin trotuarin e rrugës tu, dhe mua desh më ka shtypur motori. Prandaj unë nuk zë emra në gojë. Më kuptoni? Qartë. Po të pak të nazini problemin konkret. E personave, mua më vjen keq sepse njerëzit që ngrenë zërin për të korrigjuar gabimet që ecin në një parti, ata njerëz hiqen. Dhe kjo është përsëri mbyllje futje e frikës nga njerëzve që flasin. Pra duhet të mësojmë me mendimin ndryshe dhe me ngritjen e zërit për kritika. Është, me sa kuptoj, shqetësimi juaj në këtë moment. Urdhroni. Jemi në telefonatën e fundit për ditën e sotme. Urdhroni, lutem, flisni. Kemi qenë pas votimit pa ujë. Që pas votimit pa ujë. Po para votimit kishit ujë? Kishim. Tash nuk ka vjen s'ka e do fare. Në çfarë zone flisni? Në
Kodër më zezë. Në Kodër më zezë. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sensibilizoni për problemin që keni, ishte dhe telefonata e fundit për ditën e sotme.